Deputeti i Partisë Demokratike Jusuf Çelaj thotë se një rrezik i madh kërcënon banorët e zonës së Fierzës në Tropoj. Përmes një postimi në Facebook, ai publikoi mesazhin e një banori, i cili denoncon rrezikun e rënies së gurëve me përmasa gjigande në aksin Fierz-Bajramculli, konkretisht në fshatin Geg Hysen. Sipas qytetarit, gurët e mëdhenj ndodhen në prag të rrëzimit në rrugën nacionale dhe mund të shkaktojnë tragjedi në çdo moment. Ai thotë se banorët e zonës e përdorin këtë rrugë çdo ditë dhe se pavarësisht thirrjeve drejtuar bashkisë Tropoj, nuk është marrë asnjë mas. Banorët paralajmërojnë se në mungesë të ndërhyrjes do të organizojnë një protestë me bllokim të rrugës dhe të hyrjes së Hecit të Fierzës. Ata kërkojnë mbështetjen e deputetit dhe njoftimin e institucioneve përgjegjëse. Nuk ka për të kushtuar shumë. Ky rrezik mund të hiqet për një ditë pune, shkruan Çelaj në reagimin e tij duke u bërë thirrje strukturave shtetërore që të veprojnë menjëherë. Deputeti kërkon ndërhyrje urgjente nga emergjenca civile Bashkia Tropoj, njësia e emergjencave në prefekturën Kukës, për të shmangur një ngjarje të rëndë në zonën e demushajve të Geg Hysenit. Banorët presin reagim të shpejtë ndërsa situata vlerësohet si një emergjencë që mund të zgjidhet brenda ditës nëse institucionet lëvizin.